Unë se kam menu asnjë, jo unë, po të 87 se kam menu asnjë gjallë, si pështoj. Se ty shishe njerës këtu një farforme të masakruma, vëtë gjallë si ishi. Frymershim, jetojshim gjanjet mjerushme dhe menja mu ma thëjke si dajmë kemo dekumja, kanë më nalon qështu, më na vrasë, po dojnë më nalon qështu, më vdek gjithë. Si në burg të Auschwitzit që që kanë bo me gase këtë ati. Kush do që e ka pas një mbështetje dikon, veç të Zoti. S'ke pas t'iku mbështetje të se na ishim njerës të pafuqeshëm. Njerës që ishim të lidhën. Njerës që për 4 ditë nuk na kanë lënë me pi ujë, me hangër bukë. S'kem pas as me hangër as me pi. Përbes më të thonë, kjo është ajo dhoma e ferrit e komplet t'i burgu. Po flasë për neve. Se këtu na kemi qëndru, këtu është zhvillu ajo dhoma, këtu është zhvillu ai gjenocidi i mitë burgosit shqiptar. Një nga institucionet më ndëshkimore të regjimit serb ndaj shqiptarëve përgjatë pjesës më të madhe të shekullit 20 dhe deri në luftën e fundit të Kosovës. Burim Kabashi ishte vetëm 18 vjeç kur u arrestua nga pushteti serb, bashkë me 10 shqiptarë të tjerë, të cilët u etiketuan si terrorist, një akuzë që nuk u provua kurrë. Ata u mbajtën në burgun e Gurakocit në Istagë, një vend që për shumë kënd ishte sinonim i frikës dhe dhunës, por sot për Burim Kabashin është jashtëzakonisht me vlerë. Unë si fëmijë e kujtoj këtë vend, se kjo e ka një të kalu me bëjagit hirëne. Këtë burg, që shpeshohem, o ka një burgosën edhe babgjush jema i ka vdek. Ka shumë kohë që ka vdek, dikon vitet e 80-ta ka vdek ose për para. Mbaj menë se shumë familjarët mi kanë qenë këtë burg. Komplet rrethi i stogut, nuk e besoj një shtëpi një stog, ose një familje që nuk e ka pas një të burgosën që të burg. Dhe më thonë njët si burgu famkeq i Gjurakovcit. Tash është Gurakoc, atër ka qenë Gjurakovc. Pamja ati është bajegi e vrasht, jo e mirë, jo e këndshme për kërkan, mirë po mu sot ku të shikoj kështu më pëlqen. është, qysh me thonë, është veni ku do këtë rinin kretë që tu e këmë kalu. Edhe pse, ku me ditë sa s'kem najtë në këto, po jam i lidhën unë në këtë vend shpirtnisht. Edhe vi shumë shpesh e vizitoj, fatbardhësisht ka hynë mbrojtje të përkohshme, më dët pa tjetër me falenderu dhe Ministrin e Kulturës, Herë Laçeku, i cili na ka mbështet fort shumë me pru deri në këtë gjendje. Për mendim tamen, veni ma i shenjtë një stogër shqyky. Vetëm 4 ditë qëndrim në këtë vend nuk ishin thjesht të tilla, për të dhe për të tjerët, ato u përjetuan si 4 vite. Ka qenë kjo hymje këtu. Në luft, do më thonë, luftën e fundit që ke, na imi arrestu dikon 80 persona, 100 në një fshat Saradran këtu. Edhe atë natë na kam prunë një shqitore këtu afër Gurakocit është. Kemi nejtë një natë, peja saj shqitore, na kam pru për në këtë burg. Unë im konë moshën 17 vjeqare, djallën e mitë se kam pas moshë 18, Faruku, Berati ka qenë moshën 22, Isa Nexhati, Daja Mustaf, Nexhdeti, janë që kanë qenë në këtë burg, do më thonë mesin aty në 100, rreth 100 të arrestuar. Nesër me ne kam pru edhe një grup tjetër që i kanë arrestu në Zalç, po ata e në konë një dhomë tjetër ose një salë tjetër, se na kanë mojtë bashkë këtë salën këtu, nuk imi konë domë dhoma. Mirë po imi konë aj grupi terrorist që na kanë qujtë në atë kohë, grupi terrorist i Lugut Drinit. Këtu kemi qëndru tani 4 ditë, drejten më të thonë, se cili tjetërit të folë me shokë këtu, apo dhe si thujem në atë gjuhën tonë katunarë, që ja kemi murë halalen, ose ja kemi bon halalen janë i tjetërit. O kam problem, se ke menu si pështojnë. Se lufta o kam në atë shkallën më të lartë, këtu popullat nuk patë ma,
forcat serbe kudo që kishin ndoj humbje, si pej ushtrisë tonë, si pej ushtrisë natës, e kishin venin ku më ardhë më akë mirë këtu. Edhe ka qenë dhunë e papama. Lirisht mu i me thonë që këtu ushtu gjenocid mbi burgosit shqiptar. Për ata thomën e se 4 ditë diku i duke në hisë që janë, si në kur gjo 4 ditë. Mirë, po 4 ditë kanë qenë jetë edhe vdekje këtu. Se ish ora shumë e madhe, mos thëmë një vit një orë, se krisman të naon, dhunë të naon, burgosit gjakosur, i rreshin qashtë shumë. Rahjet, presioni psikologjik, pasiguria për jetën, çdo orë zgjatej pafund. Në atë moshë kur shumica ndërtonin të ardhmen, a ju përball me tmerrin. Kushdo që e ka pas një mbështetje dikun, veç të Zoti. S'ke pas diku mbështetje të se na ishim njerëz të pafuqishëm. Njerëz që ishim të lidhun. Njerëz që për 4 ditë nuk na kanë lënë me pi ujë, me hangër bukë, s'kem pas as me hangër as me pi. Në më thonë erdhëm në atë gjendje sa që si u qëshën kom ti, me njerë u alivanes që urdzajshë, se s'kishë ta ka. Nuk janë edhe pak 4 ditë pa hangër, pa pi. Shtoja kësaj dhunën. Dhunën psiqike, dhunën fizike. Shtoja këto që mërëshin pjesë edhe civil t'i vishin edhe do gra, do që apo digjon. Mu se kom pas atë fatë, s'më kanë rej mu ata civil, po kom dëgju që të burgosit edhe do femna serbe këtu kanë ardhë, kanë ushtru dhunë da i tyne. Dhe më thonë nuk kanë lënë as të një mjetë pa e përdorë në binjeve. Po një fjallë popullore thotë që njëri ju ishë me i fortë seguri. E këto e kanë dëshmu këta djemë që kanë qenë këtu, për besë kom pa njerës shumë të fortë këtu. Une nuk du me shti vetën atë rangë se si më konë, atë që fortë, veç kom pa njerës që edhe, si thujmë në një fjallë, në kanë dhonë të sabër. Mu personalisht, për shembull është iska bakshi që vi ke mep ke fortë, po, dhe se përballojmë, okej, liria do të mu fitu dyqysh, edhe nëse ne vrajnë, kema konë dëshmor, dikush ka me gzukit liria, një farë lloj force, edhe pse s'mpëlqej mu forta e force, ishim si thoi një fjallë si capit e kasape, ishim para pushkatimit, një farë fortë. Llogarit këto që atë natë na i vranë 14, edhe na me në shimësien në atë udhë. Sot sa herë që e viziton këtë objekt nuk sheh vetëm mure të vjetra, sheh kujtime që nuk fshihen, tortura që nuk harrohen, dokumentet që u detyrua ti nënshkruaj me apo pa dëshirën e tij. Në kohën tonë, kur na imi kanë, do më thonë na imi kanë një sala njëna mas këti objekti, tash po getë që tu e kanë pas administrat qëtë pjesë, ku na kanë morë njën pytje, një burgosnin, po flasë në luftë. Për para luft e flitet që kanë nalt, që është më kanë tregu këta tonë, janë kanë burgosnit për krime ndryshme. Burgosnit politik janë majtë në të dhomat ka poshtë. Dhe më thonë aty është, e ke pa edhe vetë shijet pa këqëfar pamje, ka është e të mërshme. Dhe më thonë i kanë majtë në kushtet jashtëzakonshme, në ujë, dhe më thonë gjama s'ka pas aty, gjenjet mjerushme. Drejten më thonë. Na pak na karon këtë kohë tani për mënajt, po na imi majtë një salë propa këti objekti, grupi zalë që të majtë në një salë tjetër. Nuk na kanë da në për dhoma, se imi kanë të rrethu me politë, se me ushtare, gardianë, që në konë ata. Më thonë jemi rujtë 24 orës, si grup terroristi Dugagjinit, dhe ata këtë kohën me armë gjata me rushin, në qatë dhomë, komplet tëndre. Jashtë i mi dalë, thash pare, kur në atë salën atje ku na kanë majtë, na kanë pru kësaj dhe kanë një të burgosën, na kanë shti qëtë koridor, poshtë, na kanë morë në pytje, thonë na kanë morë në pytje, apo den, se ti ke pas me në nëshkru një dokument, edhe s'ke pas qara me në nëshkru. Ajo i shkona këta akuza junë që unë personalisht jem akuzu për 2 politë që në të vram quhet kodra e të mocit këtu, për që ta 2 politë më koni akuzu si kom vra me armë loj kë,
Edhe unë e kom nënshkrua të farë deklaratës, se njerë kom vetë. Qka kjo, po ata përdërën me një herëfuar që në më detyrum, me dhunë me nënshkrua. E i shkon, a këta akuzë bajagi shumë e ranë. Që u akuzojshë unë për ata dy pëllicë. Faktikisht kisha pa pranu në që i kom bo ato, po unë se kom ditë, se gjuhën serbe se kom ditë asat herë asat, edhe e kom nënshkru, edhe po të disha e kisha nënshkru se. Ishtë në pyetje jetë avdekje, s'kishe qare. Dhoma ku u mbajtën në shkujtimi freskët, sepse brenda atyre qelive të ftofta u përball me ndjesinë e pafuqisë dhe me frikën për jetën. Tash gjendem këtë dhomen që kanë dhoma më të mërshme për neve, se na kemi qëndru këtu 4 ditë. Kjo kanë dhoma më të mërshme e jona. Këtu imi kanë, thash, ofër 87-90 persona dikën që ty ofër. 1-2 a 3 patën liru, se jënë konë komoditetit ashkaliera, ma kodiju, i patën liru ata. Na shqiptarë që jemi konë këtu, jemi konë 87. 4 ditë kemi najtë këtu. Ditën e 3 na kanë ardhur të burgosën shqiptarë me policë serbë. Na kanë dhonë ka 1-2 vetë zime, po ishin konë prishta. Nuk u hajshin. Në atë qëtu skojnë atje, në atë qoshin atje, kemë pas një plesh, toni kanë thonë gazanicë, që atëherë mora vesh me qa gazanica. Aja kanë mi kry nevoja tona personale. Loj banjo, që aty kemë pas atë farë gazanicën ku imi shërby, i kemë kry që to nevoja. Përbes më të thonë, kjo është ajo dhoma e ferrit e komplet t'i burgu, po flasë për neve. Se këtu na kemi qëndru, këtu është zhvillu ajo dhuna, këtu është zhvillu ai gjenocidi mi të burgosit shqiptar, i nxerrshim për këtë derë, edhe në ofër këtu i maltretojshin njerëz. Pe këtu i thash, na kanë qua atje poshtë, ku na kanë morë pyetje, do më thonë, përdur jo forcë për dhunë, 24 orë. Kjo ka qenë qështu që shpesheni, që tu kemi flajt, na, që kemi mujt me flajt, që dikush në dorë, dikuj, në kratë, dikuj të pështet. Problema ka me bo gjonë këtu, se s'ke pas mundësi, se moment që kishe qëtësi 10 minuta, ata ishin në fershën një, e mërshim pyetje, e rreshim, e kthejshin, e mërshim tjetrit, dhe më thonë ishe, valaj drejt më thonë para vdekjes. Më dhe në që ashtu ishim vetën, asë o sot jo nesër. Ka lejki një ditë, nesët vike dita edhe me afshtirë se tjetër. Edhe ishë shumë probleme me përbalu tonat dhunë që u shfrenojshin një. Burim Kabashi thot se në këtë hapësirë të vogël gati 100 shqiptar u mbajtën për 4 ditë dhe aty zhurma më e vogël nuk duhej të bëhej. Ta mranë nuk kanë najtë përveç si kur e një e kanë zerë dikon edhe e kanë përhu dikon. Këtu nuk kanë najtë, në qëtë salë. Kanë najtë të dritaret, të derat, e derat. Atje, dhe më thonë, konë 24 orë, imi konë bikqyrë për tyne. Problem, konë, shumë problem. Përbes, njerëzve ju pengoj ke edhe jakna kur e levis që kështu, që konë qëtësi këtu. Se i me 100 njerëz, ta më kupton. Ishin njerëz para deka, ishin me myt njëri. Edhe ishë shumë problem. Nëse ti komunikojshë, se të njëshin të folë, heke kush foli, nëse ti nuk të regojshë kush foli, ata i rreshin tonë. Mas ne më ka kalëzu një shokë në burgë në Serbi, që i kanë shti njerëz murrejt burgosin shqiptarë. Nërme veti, qëtu në burgë Gjorakovci. Godit e ti këta, aja ta, ti këta, ti shokun, shoku ty. Musë më kanë thonë, po qaj shokun në Serbi më ka kalëzu që tha na kanë shti murrejt një anë me tjetër. Pse pjahen ka qpak shokun. Në më thonë nuk kanë lënë formë pa e përduar ata mi të burgosin shqiptarë. Po gete kanë ditë se kanë, si thujmë na, në shkelma të fundit janë konë. Edhe kanë desh më mbjellë friket, merë të na, tha që s'kanë lanë mjetë bre pa përdur. Gjithë thash këtu, i kanë ullë njerës në atë Roshovin, në shpëret struj, si thujmë na, Roshov, o ku që kanë ullë njerin aty, sa da i gjallë është a i burgusun, që di janë. Ka pasoja, në kom shok të mi që sa të kanë pasoja për ishti burgu. Këtu e njësë. Ta ne kanë baru në Serbi, po dijet, atje se në kanë qukë mirë, po.
A i thot se ishte ndër më të rinjët të arrestuar së bashku me disa familjarë të tjerë dhe pasiguria e tyre ishte më rënd se prangat, sepse shpresa se do të shpëtojnë ishte e shuar. Ma i riu në këtë burg jem konë une, sa ma i men, a konë i djallë i dajs të babës tem, Trubuhovcit Bedria, më thonë që kjo e mi konë generata jonë, më canikat e mi djalli minës tem. Në burg të pes e kem gjetë, ne kanë prunë edhe një matri, po për në burg Gjerakovci të konë mosha 17, dikon derin, mos gabaj 68, 70, që të dikon. Ka pas edhe matë më shumë, po menja ma thëtë se dhejmë 70 vjetë, 72-3 vjetë ka pas. E në pej ka pas edhe matrisën, po konë një djalli Drenicë, 16 vjeqare konë. Edhe ka një plak i fshatit Bec, Gjakovës, ne kanë pru në burg Pejs, ajo ka ndikon rrëth 80. Nuk i di me anë, një kom harru për bes, po i mbaj me anë këta dy si shumë i ria edhe, mu do ke vetja si pak ma vjetër, japsha pak kuraja ati djallit, i shumë i ria, i tepër i ria. Nikon, pa i bo 16 ndoke. Kjo pyetje s'm ka rënë në ankur më në atë kohë, për të kallëzaj drejt. Se na nuk e kemi menu që asë një keme pështu. E kemi dëgju një bagerë këtu gjatë kohës sa i mi konë, punoj këtë të natën. Edhe patem nina që vareza masive, diçka t'il, djallit mitës tem i kom thonë që këj bagerë të punu për neve. Që jenë të e po një grupë aty edhe na krahujnë tonë dhe kanë mëna gjytë. Për besë, unë se kom menu si pështojnë kur. Na kemi folë për një djallë të mitës tjetër që e kemë pas Beratin. Ajo konë djallë Astreti, s'ka pas vlas motër. Thash pare, ja kemi morë halal dhe një tjetërit, e ka ishin Beratin, në që më basë. Unë e kisha 2 vlazën, djallë i mitës tjetër e kish një vla, Berati ish djallë Astreti edhe, si thujmë në im shele dera me therë. Edhe kështu qes, unë e se kam menu asë jo unë, po të 87 se kam menu asë gjallë, pështuj. Se ty shishe njerës këtu një farforme të masakruma, vëtë gjallë si ishi. Fry mërshim, jetojshim gjanjet mjerushme edhe. Menja mu ma thejke si dajmë kemo dekunja, në kanë më nalonë qështu, më në vrasë, po dojnë më nalonë qështu, më vdek gjithë. Si në burg të Auschwitzit që shme kanë bo me gase, ku ta dimë. Pas burgut në Gurakoc, ata u transportuan në atë të Pejës, ku shëndruan një muaj e gjysëm, dhe aty do të përjetonin ankthin e radhës. Pe këtujt në e kanë pru autobusat, në kanë vendos me pra autobusa edhe në kanë dërgu në burgun e Pejës. Burgun e Pejës kemi qëndru një muaj e gjysë, dikon. Mangu një muaj e gjysë, një muaj e 20 ditë, se di sakt. Aty kemi qëndru në dhoma të veçanta. Sa do është ai burg funksional, është dhoma për 4 persona, na imi konë vendosën ka 18 persona, se o konë i mbi populluar ai burg, se ka pas burgosën shumë. Dhe më thonë dhoma konë, sa do është për 4 persona, se o funksional ai burg, na imi konë vendosën ka 18 vetë. Në qatë dhomë, aty o bonë një lloj masakre ndaj burgosin. Se di që farferë i kanë përjetuar ata njerëz. Na thamë që kur shkojmë atje ndoshta kalojmë pak ma mirë se në burg Gjerakovcit. Atje kemi kaluar dhe ma keq. Unë im koni vendosën një dhomë për dhes, sa më duket, nuk ka pas dritare, gjvis dera. Edhe vështirë kom me përballu aty. Përbesë kom maltretimet, dhuna, e jashtëzakonshme, na përfshin morrat, s'kishim mundësi mu pastru, ishim gjendjet mjerushme. Gjatë kohës sa kemi qëndru në burg të Pes, ka sulmu NATO-ja tonë kuën e ka pas sulmu kasarën e ushtrisë, edhe plot në atë burgosin ti mi lutë që do është zote e sulmën edhe këtu, na banë rrafë edhe neve, se ushqimi e konë gjoja ma e shtrajta për neve. Fatë barësisht që kemi pas ujë mrena, një banjë ka pas ujë.
me ujë kemi jetu në aty, për ndryshe besoj që krejt kishin vdek në aty, s'ke pasur shimë, kanë duhet, ta kanë pru një pjesë bukë shumë të vogël, se cili për neve kish hup ka 20 kg, mi pa bon, si ata njerës të Auschwitzit kur i kanë liru, që i kemi edhe fotot sot që çfarë gjeni në kanë vapru. Po, ja kemi dalë të qysh, se di as vetë që ja kemi dalë. Pas kësaj, destinacioni i radhës i torturës do të ishte në Serbi, ku Burim Kabashi thot se nuk ishin në njohuri se çfarë kishte ndodhur dhe çfarë po i preste. Po, atë natë kur në shku marrëveshja, se kemi ditë, ides kemi pas, na kanë ardhur dikun në 4, në 3 gjysmë në mëngjes në 4, datën e kom harru valla e drejt me thonë, edhe na kanë lidhë me do farë lidhë ca plastiks, ka 2 vetë, 2 shokë. Një në ndorë e kom pas me atë shokën të lidhën, tjetër në ndorë me ato, dhe ka 2 vetë. Na kanë vendosë në për autobusa, edhe kemi ardhë prapë në Krakat, në këtë burg. Jenë furnizu ata me naft, me derivate, ku e diju një mushin autobusa. Këtu kom pa civil Gjurakovcit që e njëfë shane. So, unë ishtë i ven, jam serb, të armatosën, një jaknë të kamuflume, gjithin kom me ardhë, edhe kom dëgju disa zhurma, disa britma, disa që s'dishin nga që pëndodhë. Ata ishin kontu përgatit më ikë për serviseve, që në ato ja kështë fillu, po gëtë më hi. Edhe na kanë nisë për Serbi, na s'dishim ka për nga dërguaj. Dikun ka 4 masdite kemi arrit, ose 5 në burgun e Leskovcit. Po rruga pej burgut 5 në Gurrakac, deri në Leskovc, ajo kam dita me a keqja jona. Aty na kanë myt një shoktonin, thash para Rëgjepin, e kanë përdur qaq forcë, vonë bijat njërë, sa që ajë nuk mujti mi mbjetu plagëve dhe na vdes rrugës, na ka vdek, s'kemi mujt minimum asne. Se policët ishin aty, autobusin e bon krejt bira, të qitë me armë aty mëran. Kanë arrit, më na maltretu, sa që ja kanë gjetë një të burgosni një sapon, ja kanë da në pjesë në grimcat vogla, edhe gjithëve të burgosni ja kanë shtin gojë dhe ja u shtishin atë shufrën e vetë që ja kanë pasë. Thash pare, o konë dita me vështira në ashtan jetën tam. Na kanë myt njërin të lidhën edhe nuk e vranë, po e mytën. Me ato shufrat e vetën, me ato goditjet, e goditëshin kokë, se na dur të lidhën e shumë njëni me tjetërin i kishin shumë kesë, s'më asë më mbrojt. Si thoi një fjallë në sekretja, kësha bo halal, Rëgjepin s'kom jo bo halal për jetë. Nuk jam hakmars, po kisha dash shumë drejtësi më pas për atë njërë. Se e kom pa me sytë e mika, ma kanë mytë, kur s'kom ja u falë? Nëse më vjen dita në jarë, kur s'kom ja u falë atë njërë? Se na kanë mytë një njërë me dur lidhë. O kone fështirë për neve shumë, kus e shenë shokun të natë gjendje, e kishin mbulu ato jarët, ato që edhe që t'ke gjak për hunë, për goje, për veshë, s'kishe mundësi minimum, as kur gjëmës me kapët. Se do të qëndrojnë vetëm 2 javë, asnjëherë nuk e menduan dhe lirimi me kërkesën e kryqit të kuq ndërkombëtar ishte ëndër. Unë e kom pas një plagë m'ballë këtu, se më patë ngodit në burg të 5 me armë, e mu patë infektu, se s'kishe mundësiti me pastrua, s'kur gjo. Mas një 2 jave, kanë ardhë një mjek edhe më ka kontrolu, ma ka pastrua plagë. Mbaj men që kanë ardhë 2 policë, një ditë shumë e dilla kone mbaj men, një sharë, si që kjo dritarë ka qenë. Dili rëzaj, këna me do teshat dimnit, thuja, edhe kanë hi policë të mëranë, policë të burgut. Na kur heshim policë të burgut, automatikisht të duf më këthuj për i muri, durët, mas shpine, kryt të poshtë, dhe s'ka bo mi këqyrë. Edhe na ka thonë, pastrana këto dhomen edhe ta zhvim ju thirin. Mas një gjysore në orë në kanë thirë, në sene s'kishim kur gjë më morë, se kur gjë s'kishim. E kam pastru me një farë
teshët keqe kem pas aty, kem latë fardho me pak që aty. Edhe narë na kanë thirrë me një listë, na kanë qitë jashtë, me kompani, femën me një bezh të kryqit kuq. Aty pak mu kanë gjallë shpresat si dikush na pas ka hetu neve, po dika dikush diçka për neve. Na kanë vendosë në një shëtitore aty, edhe shkon bajagin 5-60 vetë, 70, më thonë, burgosën, që u dufke mu në nëshkru një listë, edhe na tregoj ajo, me përkthys kanë qenë si duket Zvicran, na tregu se pe këti momenti jeni të lirë ju. Edhe unë e pyeta që është lirë. Tha, po i qikus ju merë, edhe keni më shku për Kosovë. Diçka pa besueshme, se na llogaritshëm ja preshim burgun njëri tjetrit, unë një shoku tam i thash ati ki 16 burg. Ai jep shon 16, ai më jap kë mu 18, se këti e ki vepër matron 18. Dhe si ishim përgatit na për burg, masi veç shpetu kështu. Po di është i Zoti edhe a dit ajo na dha çat lajm edhe na dole vërtet. Unë në shkruam në një farë listë, aty u bona bashkë edhe me djatë miq tamin, Farukun, edhe na hypëm në autobusat lirë, na dhanë besa dhe cigara, sa moj menat atë kryqit kuq, kemi lezë edhe në autobus aty, u bom një 3-4 autobusa për Zajqari, kemi vazhdu në Leskaftë, kemi ardhë dhe një 3-4 autobusa tjerë, policia e Serbisë na përcjell ke para mrapa, edhe e moj men, a i farë shoferi autobusit, se di që ka konë. 1.000.000% shqiptarë akon po i ka, e ta kush se di e lëshoj një farë muzike këtë gjatë mirë, patriotike, konë për u që kënë, jem konë mastina, e prej kanë shpimi, thash në lazonin bërvis pak, se i kisha ata dreqin të mastë në ardhë, që a dy shonë, ata zguzuel më na prej. Tha mës një heq, tash jemi të shku për Kosovë. Kemi arë në Leskaftë, jemi bo bashkë me 3 ose 4 autobusa tjerë, kemi vazhdu për Kosovë, edhe kur më rrim të kufinin, as dishim as ku jem, një ti në kokon alamet e madhe. I shkon e këforit, kur e pam nas jo këfar, edhe policia e Serbisë erdhe ndej aty. Unë e veta shoferin, këta vinë, në të menu si vinë të Gjerakovtë, s'deshim na ishim të shkputur me kësaj bote. Thaja këtu e kanë kufinin këta, s'ka më policia Serbisë Kosovë. Aty e konë tani, e ndjenja, si na se besoj që mas një, që s'ka policia Kosovë, s'ka. Tani me do shuplaka të rre, do gjeste durve na u bon tani të fort, i përcjellën ata policia të Serbisë. Mas një 2 kilometra në drejtim të Kosovës, e kemi pa ushtarin e parë të qekës. E shkon me një mjekër, që sot më kujtohet, a kanë dita ma e lumëtër. Edhe, a i pytja më të qka, kush jënë këta e në burgosën shqiptarë, na përshëndetim atë përshëndetjen e shqiptarëve që e kemë, a kanë shumë i lumëtër e njerë. Na besa e kemë përqafu tonë. Edhe i bëshim pytja, a kemi shtliru, a e o shtliru Kosovë. Krejt nga të regojke. Pej, lapi dhe këdejmë duka gjenë atje krejt e lirë. Rruga deri në Kosovë ishte plot gëzim dhe e gjatë deri në arritje, ku takimi me familjar edhe sot është emocional për të. Kemi vazhdu Prizren, Gjakov, Pej, kemi më rrinë Burgosnit e mramë, mi konë atë Gurakotit. Mi konë në Faruku, Berati, Safeti, edhe Regja. Po, kur imi ardhë në këtë ven, gjithë shka shkreta, gjithë shka shkone e rënu me djekme. Po, kur i pa në familje tona, unë e kom pas familje në Kosovë, nuk ka mujtë më dalë kërkun jashtë. Jem taku me babën tem aty. A kanë, këm le për zdet aty, kur i kom pa familjen tem, se kësha dëgju që i kanë morra, i kanë masakru, i kanë bo. A kanë dita ma mirën, s'ka me arrukur.
falë mbështetjes nga të afërmit, Burim Kabashi mbijetoi, por kujtimet nuk largohen me kohën, janë pjesë e historisë së tij personale dhe asaj kolektive të shumë shqiptarëve që përjetuan të njëjtin fat.